processuale. Kush janë ekspertët që Miq të drejtë, rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të emisionit ton, pasi pjesa parë përfundoi me kolegën fitore Krasniqi me lajmin nga vendi, rajoni dhe bota. Në vazhdim kemi pra pjesën e dytë mysafirë në studio ku do të flasim për aktualitetin politik apo zhvillimet politike në vend dhe tentativa e kryeministrit në detyrë për të formuar qeverinë, njëkohësisht edhe përgjegjësia politike kujt i takojnë për këtë neglizhencë të detanishme. Për këtë do të flasim me Korab Bllak. Nderuar, përshëndetje misterëve. Përshëndetje misë gjitha. Korab, pra kemi një mosvotim të qeverisë Kurti 3, tu i pa që kishte 56 vota dhe nuk kishte një marrëveshje politike, ishte diçka pritshme. Por kemi pa sot që ka një tentativë të radhës të kryeministrit në detyrë ose të partisë vendosje për të formuar qeverinë. Nëse referohemi të kalumës, pra nuk e kishte votat e mjaftueshme dhe s'ka marrëveshje politike zyrtare. Pse duhet të i marrë në shkrime dhe të takohen në një seancë e cila do të ketë rezultatin besoj sikur të asaj të kalumës, apo të fundit në fakt. Fatkeqësisht, kohët e fundit kemi ndërtuar një parlament në të cilin ka gjithçka tjetër përveç se njerëz të politikës. Duke mos qenë njerëz të politikës dhe duke qenë shumica atyre njerëz të pa instruktuar politikisht, nuk janë të aftë as të kuptojnë cilat janë interesat kombëtare të Kosovës, cilat janë trendet botërore, cilat janë rreziqet që shfaqen, dhe nuk janë në gjendje fare t'i numërojnë të paktën 3 ose 4 interesa kombëtare të shqiptarëve në Kosovë. Për këtë arsye, fatkeqësisht kemi një parlament në të cilin ka shumë paradokse. Në një, partia e cila i mbledh luftëtarët e UÇK-s, për shembull, dëshiron ose të mos bëj koalicion me një parti shqiptare për ta përjashtuar listën serbska, që është një paradoks. Qysh ka mundësi që PDK-ja domethënë nuk do në asnjë rrethon të jetë me Kurtin, ndërsa ata e kanë flamurin e UÇK-s, si themi. Po ashtu, parafërsisht të njëjtë analiza vlen edhe për AAK-n. Dhe kur e shohim në këtë diskurs, kur analizojmë nga ky diskurs, është tragjike vendimarrja e tyre për arsye se nuk mund të ndërtojnë një koalicion shqiptar për ta defaktorizuar listën serbe. Lista e cila është një instrument i drejt për drejt i Beogradit, siç janë instrumente ushtria e Serbisë, siç është instrument BIA serbe, siç është instrument policia, siç është instrument diplomacia atyre, edhe lista serbe është instrument i shtetit të Serbisë. Prandaj nuk gjen emërues të përbashkët as në këtë temë, domethënë që ta defaktorizojnë edhe një herë listën serbe, e cila, mos ta harrojmë, është një parti e cila vepron kundër Kushtetutës së Kosovës, sepse ata avokojnë publikisht edhe brenda parlamentit për ta shkëputur veriu. Ndërkohë që Kushtetuta jonë e ka sankcionuar Kosovën si shtet të pandashëm. Në anën tjetër, mund të kujtojmë edhe barrikadat, vrasjet e policëve, sulmet e ndryshme, bombat e ndryshme, dhe deri në këtë kohë ka qenë mjaftueshëm kohë që faktori shqiptar të reflektojë dhe ta kuptojë se cili është interesi kryesor i Kosovës në këtë kohë. Dhe unë po e përsëris, e kam thënë në disa vende tjera, po e përsëris edhe këtu, interesi kryesor më madhor i Kosovës është ta shtri territorin, ta shtri sovranitetin në të gjithë territorin e vendit dhe ta defaktorizoj listën ose instrumentin e Beogradit, i cili po shkakton gjithmonë ngerçe edhe e bën Kosovën shtet jo funksional. Kjo ka qenë detyra më e madhe në këtë kohë, sepse mos ta harrojmë, ka lëvizje të mëdha të gjeopolitikës, ka aleanca të reja dhe askush nuk është i aftë të kuptoj se çfarë mund të lindë ose çfarë rreziku mund të shfaqet nga gjeopolitika sot. Prandaj, shteti i Kosovës duhej të ecte me hapa të shpejtuar për ta shtrirë sovranitetin dhe për t'i larguar bandat terroriste nga veriu. Dhe në këtë kuptim është pa kuptim mos themelimi i qeverisë
me një shumicë shqiptare. E përmendë në fillimin që interesi kombëtar, interesi i vendit, opozita po thotë që është interesi kombëtar që mos bëjmë qeveri bashkëresh me Kurtin, sepse i ka prish raportet me faktorën ndërkombëtar që Kosova ende ka sanksione për shkak të disa vendimeve ose zhvillimeve që kemi pas. Njëkohësisht e përmendet çështjen që nuk përbashkohet krahu i luftës me umbrellën e OÇK-s kështu me radhë, por edhe Kurti asnjëherë s'ka qenë i bashkuar me pozitën e dikushme, në asnjë marrëveshje nuk ka pas afrimitet me ta. Pastaj dim në ditën e fituesit të zgjedhjeve të shkurtit, fjalori i Kurtit që opozita më shumë po kapet te ky fjalor që Kurti asnjëherë nuk është u afruar dhe mbi gjitha i ka ofenduar si opozitë. Dhe tash kur vjen dita që unë nuk i kam numrat, më duhesh më arti dhe të harrojmë të kaluamën. Pse ose do të duhet të harrojë të kaluamën edhe Kurti nëse nesër do ta kemi një parti tjetër fituese? Pra, duhet të amnistuar kryeministri. Kjo është një shfaqje jo e mirë në politikën e Kosovës, por interesat e shtetit janë interesat e shtetit, ato i tejkalojnë natët dhe interesat personale të njerëzve. Mos të harrojmë, në qoftë se i referohesh diskursit të LDK-s që është ndjerë ofenduar me një fjalë të kryeministrit, po është e njëjta LDK-ja që ka drejtuar gishtin për një seri dhe për një numër tepër të madh vrasjesh të funksionarëve ose të veprimtarëve të saj politik dhe shpesh herë ka drejtuar ose gjithherë e ka drejtuar gishtin nga oponenca politike, konkretisht nga PDK-ja, por përsëri kemi pasur në bashkëqeverisje. Pra unë mendoj që nuk ka bashkëqeverisje ka kushtuar LDK-s më deri tek rezultat. Nuk ka qenë aq e madhe një fjalë sado që unë nuk pajtoj me diskursin e kryeministrit, sidomos me ofendimin, por do duhet të kalohej sepse rrethonat janë të atilla. Ndërsa sa i përket se a ka bashkëpunuar vetëvendosja ose kryeministri Kurti me të tjerët, nuk ka pasur si të bashkëpunojë në disa pika kryesore të shtetit ose të vendimarrjes. Për shembull, nuk është dashur të bashkëpunohet në gjykatën speciale. Nuk është dashur të bashkëpunojë me asnjë parti kur është kaluar demarkacioni. Nuk është dashur të bashkëpunojë me asnjë parti kur është bërë marrëveshja për asociacionin e komunave serbe. Prandaj, domethënë, janë disa fundamente ku ka një ndryshim të madh, ndërkohë që ka bashkëpunuar për kalimin e buxheteve, për komisionet parlamentare dhe të tjera. Prandaj, këtu duhet të fokusohemi. Çka është prioritet për Kosovën ose çka imponon koha si rrezik për vendin. Dhe këtu shihen liderët e vërtet. Në momentet të rrezikut dhe në momentet të interesave të larta kombëtare. Prandaj unë këtë parlament, i cili është një metamorfoz me vetë parlamentin e dikurshëm, që nuk ka të krahasuar niveli i parlamentit të parë, për shembull pas luftës, ose po e marrim edhe parlamenti i parë pas shpallës, pavarësisht me deputetet që i kemi sot. Është një ndryshim tepër i madh, nuk është vetëm tek partitë opozitare, edhe lëvizja vetëvendosje e ka ulur jashtëzakonisht shumë nivelin e përfaqësuesve të popullit në Kovend. Prandaj, domethënë, këta njerëz janë të aftë të bëjnë më tepër ngatërresa dhe t'i menaxhojnë ato ngatërresa. Domethënë se nuk janë të aftë të zgjidhin probleme, por e shkaktojnë një problem, e shkaktojnë një ngersh dhe ulen pastaj ta zgjidhin atë të cilën vetë kanë shkaktuar. Ndërkohë që Kosova problemet i ka të mëdha dhe detyrat e saj i ka të mëdha. Kujt i përket përgjegjësia? Pra deputetët janë përfaqësues të popullit. Këta deputet janë në umbrellën e një partie të caktuar që kanë dalë dhe kanë mbledh vota në Kosovë dhe më gjerë, pra në diasporë. Edhe po këta deputet të cilët me gjas, siç e dimë ne, në çdo parti ka deputet që mendojnë ndryshe nga lideri i tyre. Por duhet të nënshtrohen vendimeve të kryesisë të partisë për mos me votu një ligj ose në kontrast mos me votu një kryeministër ose një ministër kështu me radhë. Tash duhet të fajsojmë se deputeti s'ka faj Kurti ose Abdigjiko ose Memir Kasniqi, apo duhet të fajsojmë edhe deputetët të cilët një muaj ose sa kanë fushat
në shtëpi, banesë në banesë, kërkojnë votë, se ka me përfasu popullin. Ku me të përfasimi? Problemi është shumë serioz, pyetja është thelbi i të gjitha problemeve që i ka Kosova. Ky parlament ndërtohet me një dhunim të drejt për drejt të modelit të demokracisë. Partitë politike në përzgjedhjen e kandidatëve të tyre nuk zgjedhin tribun popullor, nuk zgjedhin figura të instruktuara politikisht, nuk zgjedhin shkencëtarë të politikës dhe nuk zgjedhin njerëz të përgjegjshëm. Por i fusin në lista zakonisht njerëzit që ata mendojnë që do të jenë të dëgjueshëm ndaj liderit. Dhe pa marrë parasysh se çfarë interesi ka Kosova, çfarë interesi shtetëror paraqitet, ata i binden liderëve të tyre. Në këtë kuptim, këtë e mundson deri dikon edhe kushtetuta jonë, për të cilën unë avokoj dhe do duhet ta ngrit një zërin që të ndryshohej. Këta njerëz të cilët lideri ose bordi i partisë, po e përmend si term, sepse partitë shqiptare e kanë humbur legitimitetin dhe detyrën e tyre kryesore dhe janë shndruar më tepër në firma private. Firma private ku disa shok ose disa njerëz të liderit, zakonisht familjar rreth i tyre, janë edhe kryesia e partisë. Dhe në këtë kuptim ata vetëm riciklohen, humbin, kandidan për kryetar komune, i humb zgjedhjet, kandidan për deputet, pastaj shkon në një ndërmarrje publike, domethënë riciklohen disa njerëz brenda këtyre partive dhe rrjedhimisht partitë në Kosovë më tepër ngjajnë me firma private të interesave ekonomike sesa me parti politike. Për këtë arsye, kur shfaqen detyrat për t'u përgjigjur atë, këta njerëz të cilët janë të përzgjedhur nga dikush për të futur në ato lista, i binden atij që i ka përzgjedhur dhe jo popullit të cilin pastaj i është dhënë që të votohet. Pra populli i Kosovës voton njerëz të përzgjedhur që liderët i përzgjedhin vetë. Dhe ata janë të atill që i binden liderit në çdo situatë, ndërkohë që nuk i binden interesit kombëtar të shtetit. Nuk i binden, si themi, për të kaluar gjëra me rëndësi, më thonë i binden i natit të liderit të tyre, i binden kokëforcisë së grupit i cili i ka dërguar deri në parlament, dhe për këtë arsye, më thonë, unë mendoj dhe vazhdoj ta them që ky parlament me këtë lloj matrice ose me këtë lloj mënyre të kalimit të deputetëve në postë, domethënë ngritjes së tyre në postin e deputetëve, është jashtëzakonisht i dobët dhe këtu lind ajo pyetja kryesore, mendoj unë, pyetja kryesore e gjithë kësaj është, po edhe nëse ndërtohet një qeveri, edhe e koalicionit, me cilën do parti, çfarë qeverie do të ndërtohej? Kjo është pyetja kryesore, do të thonë kur i kemi këta njerëz që i shohin parlament, që në çaste kritike, ku krejt bota po armatosen, kur shtete si Gjermania diskutojnë për ta kthyer shërbimin ushtarak të detyrueshëm, Kroacia vetëm e kaloi. Do thonë, po kanë frikë shtetet e fuqishme nga gjeopolitika, ndërkohë që ne flamxhum dhe nuk kemi në gjendje të ndërtojmë asnjë ide dhe as më pak një qeveri me ide. Ne jemi të pafuqishëm për vepruar si Gjermania dhe të tjerët. Jo, nuk jemi të pafuqishëm, secili duhet të veprojë në bazë të fuqisë vet. Po problemi është kur bota po armatoset dhe është në garë të serioze armatimi, çfarë bën shqiptarët? Pse duhet gjithmonë shqiptarët një luftë e madhe, një tragjedi e madhe ose një lëvizje e madhe t'i gjej të pa armatosur, të pa organizuar, të pa orientuar? Do të se qeveria në largim ka bërë disa lëvizje me disa marrëveshje me Turqinë, ka ble disa armë të kështu, por jo ndoshta aq sa do duhej. Unë mendoj, edhe duhet ta them sonte, unë mendoj që klasa e degeneruar politike degeneron gjithçka brenda shoqërisë. Në radhë të para ajo degeneron sistemin prokurorial dhe atë gjyqësor. Duke i pasur këto dy në duar, domethënë klasa politike degeneron edhe media. Dhe në këtë kuptim edhe ndikimi i mediave pastaj këtë degenerim e bart të populli, edhe shkaktohet një lloj rrethi vicioz i cili nuk i bën mirë asnjëherë as shtetit, as popullit, as kombit. Ajo që duhet të them unë është që
njerëzit të cilët ngritën në posta dhe dalin për të marrë detyra për ta udhëhequr vendin, duhet të jenë të instruktuar politikisht. Fatkeqësisht parlamenti jon, njerëzit që shkojnë në parlamentin ton nuk burojnë nga shkolla politike. Madje nuk kanë as mendim politik. Është problematike që nuk i di a janë të majt, a janë të djathtë, a janë socialdemokratë, a janë konservatorë. Nuk burojnë nga asnjë linjë mendimi politik, edhe vendimet e tyre, veprimet e tyre janë të paanalizueshme. Domethënë askush nuk e di çfarë do të ndodhë nesër në parlament. Asnjë analist nuk e di me siguri, domethënë çfarë ndodh në parlament. Mund të jap një hipotezë që nesër pastaj del e saktë ose e pasaktë, por që të thotë që ky ka këtë mendim dhe mendimet e tilla në situata të caktuara dërgojnë te një vendim kështu, nuk mund ta bëj askush një analizë. Janë njerëz të paanalizueshëm, shkurt të shqip. A mendoni që Albin Kurti ka humbur mbështetjen politike në vend? Jo, përkundrazi, unë mendoj që Albin Kurti, synimet e Albin Kurtit janë afatgjata. Po këto muaj pa qeverisje, mund ta fajsojmë Kurtin? Mund t'i japim një bashkëfajsi për shumë gjëra. Mirë po, si do që të jemi, duhet t'i themi edhe disa gjëra ashtu siç janë vërtet pa shumë anime, sepse të paanshëm është vështirë të jemi, por për shkak se i kemi prioritetet të cilat mendojnë. Për mua, mjekësia mund të presë, ekonomia mund të presë, rrugët mund të presin, shumë gjëra mund të presin, mirë po nuk pret çështja e veriut. Për mua mund të presë edhe arsimi, por nuk mund të presë çështja e ngritjes së ushtrisë. Domethënë varet ai që flet në çfarë prioritetesh e ka mendjen e tij. Për këtë arsye, veprimet e qeverisë në veri janë të mira, sado që janë të vonuara janë të mira. Atje tashmë komuniteti serbe ka vetëm një mundësi. Dhe mundësia është të mësohen me policinë e Kosovës, të mësohen me flamujt e Kosovës, të mësohen me administratën e shtetit tonë, të mësohen të paguajnë rrymën, të mësohen me euron, të mësohen me tabelat e shtetit Kosovës, të mësohen me gjykata. A jam mësu detash? Po mësohen. Po tash kemi kryetarë të tjerë. Fakti pse janë kryetarë të tjerë nuk shkakton asnjë lloj pasigurie për shkak në çështjen e sovranitetit dhe integritetit të vendit. Vetëm më po. Kemi janë argumente. Fuqia e kryetarëve të komunave është rregulluar domethënë me legjislacionin e Kosovës. Maksimalja që mund të ndikojë një kryetar komune është të jap një propozim për drejtorin e policisë së qytetit të vet. Po nuk mund të ketë më ndikime siç ka pasur domethënë dhe nuk ka struktura paralele atje. Dhe kjo është meritë e Kurtit? Kjo është meritë e shtetit, në të cilën ka dhënë kontribut edhe qeveria Kurti. Sepse linja për ta ndarë veprimtarinë e shtetit nga drejtuesit e saj është pak e vështirë. Zakonisht çdo sukses i policisë i mbeshet si sukses i qeverisë, ose çdo dështim i saj i mbeshet po ashtu qeverisë, ani pse ka një vijë të hollë e cila e dallon. Në anën tjetër, ajo që duhet thënë dhe duhet përkrahur përsëri është që kryeministri Kurti e ka kuptuar që populli i Kosovës nuk dëshiron qeveri të pazareve. Ne kemi parë qeveri të pazareve, ato qeveri të cilat ndërtoheshin me tender, ndërtoheshin me terminale doganore, ndërtoheshin me interesa ekonomike, ndërtoheshin me ngritjen e karrierë, me ngritjen e detyra ambasadorësh, në ngritje, në propozime për lista deputetësh. Dhe kë nuk e bën Kurti, po thoni? Jo, nuk e bëri. Fakti që nuk arriti ta bëjë qeverinë, nuk e bëri. Dhe i mbajti të paktën 2 parimet kryesore të cilat ai ka proklamuar, dhe në një është që lista serbe nuk do të jetë në qeverisjen e Albin Kurtit, dhe në 2 nuk ka qeverisje të pazareve. Për shembull, ai i ka bërë disa letra Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila për mendimin tim ka bërë një gabim strategjik që nuk është bashkuar në qeverisje. Po në konferencën që mbajti pra mbrëm,
Në këso kohë e prap e akuzoj LDK-n. Pra si po shpeson me qenë koalicion me LDK-n dhe prap po thotë që LDK-ja sun po shkoqet nga PDK-ja. Kurse më janë shpeson që me tonë me bashkëqeverisë. Edhe një herë, këto deklaratat e tyre janë të kësaj natyre, por partitë dhe liderët e vërtet duhet ta kenë interesin e shtetit në radhë të parë. Nuk është e rëndësishme çfarë më thot Kurti, nuk është e rëndësishme çfarë më thot lideri tjetër, e rëndësishme është çfarë është e rëndësishme dhe prioritet për Kosovën. Kështu do të veproja unë po të isha në vendin e liderëve të tjerë. Ndërsa tek ajo që sa kohë duhet të vazhdohet me këtë lloj modeli, unë mendoj që populli i Kosovës po emancipon me vështirësi të madhe klasën politike të Kosovës. Dhe do ta detyroj këtë klasë, e cila për mendimin tim është degeneruar politikisht, do ta detyroj ta ndryshoj krejt sistemin politik, përfshirë edhe nenët e kushtetutës ku është rregulluar mënyra e rekrutimit edhe mënyra e qeverisës. Tek propozimi i Kurtit në kuvend për qeverinë Kurtit, disa emra, disa ministra ishin të çuditshëm. Për shembull, kryekovendarin e kemi kryetar parlamentit dhe u propozu për ministër. Madje u përmend disa emra të tjera aty që së dukshin, ata nuk e dija ishin ndjeni që kanë me qenë propozim për ministra apo jo. Apo bie që edhe Kurti po lu me disa koka dhe vendosjes për të formuar qeverinë? Për shembull, për njerëzit që i ka propozuar për ministra, ka një mosbesim të shumë njerëz. Mirë, po i njëjti mosbesim ka qenë edhe për qeverinë Kurti 2. Sepse njerëzit zakonisht janë armiqtë e asaj që nuk e njohin. Mirë, po në qeverisjen e Kurti 2 kemi pasur disa ministri ku të paktën ka pasur disa rezultate. Mund ta shkojmë kështu. Të gjithë kanë ndryshuar në ministrin Faton Peci, të gjithë kanë ndryshuar në ministrin Xhelal Sfejzla dhe në ministrat të tjerë, por këta të paktën i kanë disa rezultate që nuk u mohohen. Prandaj unë mendoj që duhet t'i lëmë ta nxjejnë karrikën, si thot populli një herë, për të dhënë vlerësime. Ndërsa për zotin Tim Albasha, unë mendoj që Albin Kurti e ka kuptuar me vonesë që nuk ka të drejtë ta ulë deri në atë nivel përfaqësimin e kuvendit Kosovës. Çfarë skenarësh janë të mundshëm tani? Zgjedhjet e reja do të mandatohet edhe opozita, apo mendoj partia pas lëvizjes së vendosur në këtë rast PDK, apo çfarë skenarësh e presim? Kemi pas disa muajsh edhe çështjen e presidentës. Ka skenar të mundshëm për arsye se këta njerëz domethënë nuk është lehtë t'i analizosh. Këta shahën 8 muaj dhe ulën për momente të caktuara dhe e formojnë një qeveri me interesat të cilat vetëm ata dinë t'i kalkulojnë mes njëri tjetrit. Janë të çuditshëm dhe mund të ketë vendimarrje të çuditshme. Ani pse unë pres që të kemi zgjedhje të reja, sepse koalicionet në këtë kuptim janë të panatyrshme. Në qoftë se do të kemi një qeveri të opozitës, aty pashmangshëm do të jetë edhe lista serbe. Nuk mendoj që partitë shqiptare do dëshironin në këto momente të kishin një qeveri me listën serbe në koalicion. Në anën tjetër, nuk kanë as mandatar për kryeministër të opozitës së bashkuar. Dhe këto janë ato treguesit që unë mendoj që definitivisht do të kemi zgjedhje të reja. Ani pse edhe zoti Kurti e përmendi që 3 parë zgjedhje brenda një periudhe të shkurtër është ngarkesë e madhe edhe për popullin, edhe për psikologjinë e përgjithshme dhe kostoja atyre jashtëzakonisht të lartë. Me qenë se mi ka fundi, si po takimin mes Abdexhiku dhe Limajt? Edhe përgjigjja e thënë gazetarëve që me pas dash me ditë jo i kështu thirr. Këto janë domethënë shenja që tregojnë se zoti Limaj për të ricikluar edhe një herë, për të mbetur gjallë edhe një herë në raundin e tjetër të zgjedhjeve, sado që populli i Kosovës, shumica e popullit të Kosovës nuk e don atë më në parlament, e konsideron veprimtarinë e tij
kontributin e tij e konsideron maksimal në kohën kur ka qenë dhe nuk e dëshiron përsëri. Dhe unë e thash, domethënë, këta bëjnë gjithçka, rrotullojnë çdo lloj formulash, matematikash dhe riciklohen. Mos të harrojmë, ishte jashtë parlamentit në koalicion me AK-n, e cila edhe ajo u rrezikua për të futur në parlament, më thonë arritën të futeshin të dyja. Pastaj ndodhi ajo që as nuk i flisnin njëri tjetrin komandantët e dikurshëm, dhe tashmë për zotin Limaj është interesant që të kandidoj ose ato votat e territorit ose vendit ku ai prin nga vjen, domethënë të Malishevës, ti kanalizoj edhe të futet në listën e LDK-s në zgjedhjet e ardhshme. Dhe këtë në fund, ku janë konservatorët në Kosovë? Do thotë pas ndamjes një pjesë nga lëvizjeve vendosje, pra konservatorët në fakt kanë qenë të ndamë nga pas lutet deri më sot, por ku janë sot konservatorët? Tash me një nismë të re kemi dy bloqe të ndara, apo 2 tabore të ndara, dhe kemi disa tabore të tjera, po kemi, nëse mund themi 10 tabore. Shkurt, me qenë se ka fundi, ku kemi konservatorët. Kjo temë nuk do në elaborim të shkurt. Këtë do doja ta bënim një emision, në qoftë se keni interes edhe ju. Kjo është një temë e cila duhet një herë mirë për të elaboruar, domethënë, sepse ka nevojë publiku dhe konservatorët vetë kanë nevojë të kuptojnë më shumë se sa veprimtaria e tyre që ata kanë zgjedhur të bëjnë. E para unë mendoj që ata që i thonë vetit konservator, në fakt politikisht kanë mendime separatiste. Dhe mendime separatiste nuk prodhojnë veprimtari politike dhe nuk ndikojnë të masat. Kokat separatiste nuk mund të bëjnë asnjë lloj bashkimi. Për këtë arsye, në qoftë se janë 4 në një palë zgjedhje, pas zgjedhjeve do të jenë 2. Në qoftë se kanë ngelur 2, pas zgjedhjeve të tjera ata shkojnë bëhen 1. Më thonë janë e kundërta e asaj që do duhet të ishin. Fatkeqësisht, në zgjedhjet e fundit kanë bërë veprime të cilat i kanë kushtuar Kosovës dhe interesit kombëtar dhe kanë rënë ndesh me interesin kombëtar të Kosovës. Për shembull, çfarë bën ndesh? Do doja ta elaboronim në një emision, sepse është temë për emision, por po e shkurtoj, domethënë po tentoj ta shkurtoj. Në kohën kur kishte një forcë politike që donte të depërtonte në veri, donte ta shtrinte sovranitetin e saj, dhe u angazhua një lobi fuqishëm brenda, medial, jashtë, me diplomat, me miliona euro të shpenzuara, madje me diplomat të shteteve të fuqishme, përfshirë edhe kryeministra shtetësh, dhe tentonin ta largonin nga pushteti pikërisht, domethënë formulën qeverisë që donte të depërtonte në veri dhe ta kthente veriun në normalitet. Në këtë kuptim kanë rënë prej një mashtrimi i cili mund të ishte fatal, por siç duket Kosovën është një dorë pa dukshme, ta themi si. Po se konservatorët e ndan nga lëvizja vendosje në këtë rast, janë ndarë për shkak të qëndrimeve të Kurtit sa përket LGBT-s, nuk janë ndarë për çështje tjera. Ka qenë temë nxehtë në kuvend, por megjithatë të krahasohen tema banale. Edhe kjo është interes kombëtar, çështja e LGBT-s. Të krahasohen tema banale të seksualitetit të njerëzve të degeneruar si interes kombëtar i njëjtë me atë të veriut, ku mund të kishte tragjedi kombëtare, mund të humbte territori, mund të fillonte luftë, mund të kishte gjakderdhje, mund të cënojë pavarësia e shtetit. Mund të cënojë edhe sot pavarësia. Mund të cënojë edhe sot mund të kemi gjakderdhje. Të lutem një emision të posaçëm për këtë. Mirë, faleminderit shumë. Të nderuar miq të tij, kaq për sot, takojmë nesër. Mirëmbëngjes. Kush janë ekspertët që